nuse nuk krasoj si nuse, e krasoj si e vladi jam, sa ja ka ardhur, ma ka shtu familjen. Sa ma mirë ti trajtojsh në nuse, aq ma mirë dhe e ki edhe vladin, djalin e ki afër veten. Nëse ajo më jep respekt një herë, unë do jepi edhe 10 herë. Ajo që e thotë, valla, nëse dua vjerën, unë pengon vjerën, po mendo se që nana e dikujt, edhe ti nana jote është dikujt vjetër. Po jetoj në Suedi, kam marrë pak pushim. Që ti gali pushimet? Po mirë, si në Kosovë. Sa e mungon Kosova? Shumë ata dha, shumë, po. Që ti po jetë e koftë? Sa vite jeni në Suedi? Në Suedi jam 37 vite. Ma shumë vite kam atje se këtu. A ju ka mërzit? Për ata që mërzitëm edhe vije, shpesh. Jo, mirë. Populli jotë herë kur do gjithmonë të mungon. Vendindja jote të mungon gjithmonë, pa më parasysh se ku jeton e ku shkon. Prapë se prapë me një fjalë që kanë thënë pleqt, dhe ju janë të ngrej afer. Ashtu. Konkretisht ju marrë malli kur të vini në Kosovë? Dihet që më pari të merr malli për familjen e ngushtë, prind, motër, vlla, afërmit të mi, besa dhe vendindja jote dhe ju jote. Prindaj keni një jetë hala? Jo, më kanë vdekën dytë, po kam motra, kam vllazën. Sa vite ke mbur? Una? Sa vite nuk janë jetë? Nana ka që 5 vite, baba ka një 15 vite që ka vdek, po kryesorja familjen e kanë plot, janë të shnosht mirë deri më tash, do mundohem deri më fund. Vdekjes nuk i nalet as kusht, aty do të më përballu çka të vjen pi Zotit. Në prag vdekjes, a ke qëndruar afër prindëve? Jo, të them drejtën, me babën nuk kam qenë shumë afër, se ma shumë në grybet, po kon në fundit nanës, ja kom dhe kushtu ma shumë më kon më afër sajnë. Që kështu që fakt që prindi dhimit çdo herë, po me një fjalë e di ja kom kushtu kon në fundit veç me nanë më konën. Po jetës, vdekjes nuk i mund shmi ndalë. Ka qenë. Haku të mi dalë prindve që ka bojnë? Prindi kur suni deri hakësh, asnjëherë. Asnjëherë, se dhe unë vetë jem nanë, vetë jem prind, e di për shembull çka do të thonë nana për evlad, që kështu që kush nuk besoj që ka dikush i derhakësh nanës, edhe babës, por sidomos nanës s'ka shans. Nana është tjetër. Shumë do të thonë është problemet. E vërtet është se qëre baba është babë, kuptohet, edhe fakti është edhe prindi që më banë shtytën e shtëpisë, po nana është kryesorja për ndaj fëmijëve, po mendoj. Se me një fjalë që kanë thënë baba është musafir i shtëpisë, po nana është zoja e shtëpisë. Domethënë çdo sen çka bëhet tek bëhet nana e din për evladin e vet. Si për të mirë, si për të keq, ashtu është e njëjta. A ju sa fëmijë vali keni? 4. Vajzat janë? 3 vajza një djalë. Djalë pas ke për asret. Jo për asret, po s'do me thonë te unë janë njëjtë, si djali si vajza. Te unë janë njëjtë. Evlad është vajza, evlad është djali, te unë është njëjtë. Nuk bëni dallime? Ne asnjëherë. Se tash mirë, ne kemi pas ato, djali i shtëpisë, po djali i shtëpisë, e vërtet që është djali i shtëpisë, po dhe vajza është djali e shtëpisë. Njëjtë, një nane, një babe, njëjtë janë. Për mua janë njëjtë, dikush mund me pas dallime, po ata që bëjnë dallime kanë gabim shumë. Se mas fundi, vajza gjithmonë digjet për familje. Djali nuk është që nuk digjet, po pak ma i ftofshëm është, apo kupton, po prapë se prapë krenohan që e kam, apo kupton. Ti janë ndryshojnë kur të martohen? Nuk është puna që ndryshohen kur të martohen, po dyqysh e ndim pak si të ma të ftofshëm, apo kupton. Tërhekën ma shumë ka familje re që e bën djali, vajza e ka familjen e, po prapë se prapë i duket që shumë larg është për familjes vetë. E kështu që vajzat janë gjithë më të afme. Djali na ka non-stop për shkak në shtëpi, na shen non-stop shtëpi, edhe nuk e bën ato tragjike, pse? Se nuk është larg nonës babës, a vajza është larg nonës babës. E që ata bën shumë vajza mas prindëve. Djalin e ketë martohen? Po. Sa vite? Që 10 vite. Po vjeher? Po që shjo vjeher, i kam 2 cuca, nip mesa, e kam edhe një nip, po mirë, ta shumë shpesh, s'kam që i thëmë djalit, ajo është prind vetë, ajo mërët me dalu vetë, s'ka bëhet e vlad prindi për shemë për fëmi. Kështu se gjenerat vjen edhe e vërteton vetë vetën se ka vlet një prind. A je vjerë moderne? Po, mundona më konë. Edhe të thamë një fjalë, nuse nuk krasoj si nuse, e krasoj si e vladi jam, sa ja ka ardhur, ma ka shtu familjen.
Pa më parasysh, ajo është e familjes tem, më shumë i bëj respekt nusës se që i pa i vajzës tëmë, që vajzë jam e vaj, jemja, do e foli, do vaja i gara, amon, nusën e kam specialt. Ma shumë se vajzë, vajzë dikujt. Vajzë, e fakt nuk muj me thonë që nashta, unë muj me thonë që e dues, ma shumë se vajzë, nuk mund shumë. Po, e du, e vërtet si vajzën tem, pse ato, se që ajo për shembull më ka shtu dhe familjen. Nëse ajo më jep respekt një herë, unë do jepi edhe 10 herë. Edhe ajo shkon qashtu. Një nuse që ta jep një respekt një vjerës, ajo veç shkof shumë type për idiotës, se din respektin që dhe me thonë, se asë një vjerë nuk mund të më kone keqe. Se ajo qatë person që e merë për të shtëpia që ja krijon familjen. Po, ka dhe lloj-lloj, tash nuk mund më bazu me kërkon, nështë ka dhe lloj-lloj edhe vjera, ku i di. Ja të gjithë trajtojnë mirë si ti ndoshta. Të thon drejtën, sa më mirë ti trajtojsh një nuse, aq më mirë dhe e ki edhe vladin, djalin e ki afër veten. Se për shembull, unë rriton ditë me nuse, djali që më të punon, kur vjen unë muj për shembull më rrok me nuse. Po kam pe ndoj, mos pore ndoj djalin tem, tani edhe ndoj dhe nusen i hidari. E kështu që ka më mirë se kur vjen djali më put, mu faqe put, nusën faqe edhe që ditë jenë të limtën. Ajo është më e mira. A jetoni me nusën e djalit? Una? A jetoni? Jo. Djali ka banisën e vetë, me nusët vetë, me familjet vetë, unë të temën, unë me vajzat martumet, edhe unë jetoj vetë. Kur du shkoj herë të vajza, herë të djali, kur të? Mas smirët është ajo, pse në respekti është më i madh. Po edhe më konë lazën diçka se tash kanë nevojë për ndihmën tem, ato jo afër më kanë për çdo sen. A do të përfaqësime pas se cili çift? Është mirë. Nuk është koha e përpashme ti kish këtë tu bashkë, apo kupton. Se koha tash e përbën edhe vetën, kupton. Thonë se koha u prish, nuk u prish koha, po njerëzimi u prish, apo kupton. Nuk është puna që prishet njerëzimi se është kushtet janë tash, nuk është koha e përpashme. Koha e përpashme për shembull që në YouTube s'ke pas ku më shku. U do pa çare. Tash secili punon gruaja burri, është shumë kallallak, nuk mund të me jetu aty bashk. Kanë të arnat, muj me dalë me banu dikon tjetër edhe jetë një farë dashuria pet më e madhe. Kështu është. Ma shpesh e ftoni ju nusën, apo jo juve ftoni? Drejtë më thonë, ma shpesh ajo më fton mu se unë ata. Pse thu, se unë e thëmë, aj, kur do vinë pi punës, do ja voj një drejk e do i thire. Aj nusë e thëtë, jo, sot s'kom shkum punë, e ja mam ti ma shte une. Po, mundona edhe une, edhe ja. Qka po më përshpef e ti, qka që ju përgatit? Qka të nusja? Unë ma shpare veti nusën qka je për më të marrë unë mama, se që veti djallën, se djallën e di shka danë. Po nusën ashtë ngushtohet, po më thonë që e du që ta, unë e di prafër se shka danë dhe jam marrë që ata hiq pa më vetë. Se ka ma përshpef, diçka që ti përgatit, që e tonë që ja përgatit. Vallaj të thonë drejt dytë janë edhe nusja dhe djali, edhe kanë që ma shumë flija, pite si sande, se kështu ushimi tjera edhe po hajnë qytet, amon plijen, virekin, mantijat, si bukën në shpi, se kështu, si nusja, si djali kanë qef dytë. Së mboj dallime, dytë i kanë qef. Po edhe nusën e kam zojnë, edhe e pregadit vetë. Do më thonë, nuk më thonë, unë jem Kosovë i merë malë me hongri, jo, pregadit edhe jo vetë. Është zoja, për gjithë të se. Spara dota të mira për nusën. Të thëmë drejtën, ju që e thamë, po e vërteta që është. E të vërtetën nuk bon me më hu asnjëherë, dush me thonë ato çka është. Me pas qenë e keqe, kisha mujt me thonë vëllai keqe është. Po nuk është, e vërtetë që është e sjellshme, ndëron, po çdo nuse që mënon familje me krijue, me arrit familjen do të më konë e njëjtë. E njëjtë. Ajo që e thotë, Allah, nëse dua vjerën, unë pengon vjerën, po mendo se që nana e dikujt, edhe ti nana jote është dikujt vjetër. Çdo sen do të më qitë në veti. A mund është me përballë, jo lasën e përballë, po dhe dikush është nana e dikujt. Ajo është, nëse mendon ashtu, kur s'ka me pas gabime. Po të në fund, gjitha vjera, gjitha nuse, një mesazh me ata një këshillë. Që një grua që shqenke moderne për para me kohën. Të thamë drejtën, si ka onaj vjerës, nëse ke pranu si e vlatë shpitonde, afroje si e vlatë tondin. Po nëse shet që nuk ka rrugë dalje, se ta është ka, mund me pas konflikte me zveti, i kisha këshillu, bëja mundësi, largoje pi shtëpisë, le të jetë që jetën, mos i bën zullum për shkak edhe djalit është i mërzitshëm, edhe ma shkon ma shlir një kafe ose një ethret ose shkon një tret ajo. Për nuse i kisha thonë, ma mërmendje që s'mund me pas vjerë të keqe, po ndashta edhe mund gjelëzia ka hi shumë, interesi ka hi shumë, mund të tash edhe mu prish dhe koha, ka dhe jo. Se tash nuk po intereson kur gjo fëqyshe tek, po ma shumë intereson interesi,
edhe liria. Si thojmë një fjalë liri, demokraci, po lypën, po kanë demokraci sa doj. Nëse je vetë e zoja të kemi me arrit vetë demokracinë. Nëse si e zoja të kemi arrit edhe ku me disa me pas liri, po të javë këtë ki. Si e vetë. Çdo send do të me qitë me të veti. Besoj se kaq, ha? Partnerësi e madhe, vizotosh me një grua shumë të fortë, shumë të mirë. Të uroj më të mirat në jetë. Una? Të uroj më të mirat në jetë. Faleminderit gjithashtu të gjithë nanave, nusëve, gjithë popullit shqiptar. Ku t'janë? Pa më parasysh. Kaleja bukur në Kosovë, me lejo të shëndes. Faleminderit. Gjithë mirat, Kalofshi mirë, faleminderit shumë, kalosh mirë. Shumë respekte, faleminderit.